Ai u saktua vetëm pak ditë më parë, në fakt, vetëm 2 javë më parë, 3 javë më parë, në vend të Anastasit të qëndroi jetë, Anastasi Janulatosit. Në datë 16. Në datë 16, kush është kryepeshkopi Joan? Joan është personalitet. Përveç se është nga Korça. Jo, është nga Tirana. Nuk është korçar? Nga Tirana. Po fala, ka qenë në Korçë. Ka lindur, po, ka qenë mitropolit i Korçës. Nuk është korçar me origjinë, Joani? Jo, nuk është. Dakord. Bile me origjinë kështu duhet të jetë nga Përmeti, besoj unë, por ai është i lindur. Është përmetan. Lindur dhe i rritur, është i lindur dhe i rritur në Tiranë, me sa di unë. Megjithatë, është personalitet jashtëzakonshëm, personalitet dhe më vjen mirë që po krijohet një traditë që ne po promovojmë dhe po Shqipëria po prodhon, si thua, klerik me shumë peshë. Jo vetëm për shqiptarët, por edhe në arenën ndërkombëtare. Më lejo të them disa momente shumë interesante të jetës kryepeshkopit Joan. Kryepeshkopi Joan është pagzuar gjatë kohës komunizmit, çani, gjatë kohës kur ishte ndaluar religioni. Nga Kozma Qirio. Kozma Qirio më vonë u bë drejtuesi i ose po themi peshkopi i Apollonisë. Është pjesë asaj që shumë pak është trajtuar në media, po është interesante, çani. Kisha e nëndveshme, kështu është quajtur fenomeni. Besimtarët ortodoks krishterë të cilët kanë ruajtur vimësinë e besimit të tyre, duke bërë dhe pakzime, duke bërë dhe rite religjioze në kohën ku ishte ndaluar, dhe kjo ishte kisha e nëndveshme. Dhe Joani është produkt i asaj kishe. Kisha e nëndveshme? Po pra, sepse ishte ndaluar feja. Dhe Joani është produkti asaj, është pagzuar në atë kohë. Është pagzuar në atë kohë. Pastaj në vitet 90 ai u shpërngul e shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'familje ka pasur? Dim gjë para se të dim gjë të gjenish apo jo? Po i dim. Domethënë shprinter ka pasur vlla, motër, ç'familje, ka qenë familje varfëre. Mesatare, ka qenë shtrese mesme, por njerëz të dhënë pas njerëz që njihen në Tiranë. Sa vjeç është Joani tani? Joani ka lindur në vitin 56, 1956, domethënë duhet të jetë 61 sa i bën. Unë jam keq me matematikën, po na ndihmoj. Jo, 61 duhet të jetë më shumë. Në vitin 56 ka lindur. 69 i bie. Sa? 69. 69? Jo 69 do të ke gabim. 56 pra. Ba bëni llogarin, ju lutem, ka lindë 56 sa se veç është Joani tani. Nëse të vazhdojmë pak momente çani. Në vitet 90 largohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë studimesh ka mbaruar? Nga viti 93, ja këtu do të ndaloja, është personalitet kanonik, që do të thotë ka mbaruar të gjitha etapat e shkollimit dhe të gradimit religjios. Mi po para atyre do ketë bërë Joani tani në vitet e komunizmit do ketë bërë një shkollë tjetër. Në vitet e komunizmit s'ka bërë dot se ishte ndaluar, ka qenë në Shqipëri. Në vitet 90 iku nga Shqipëria. Do ketë bërë një shkollë tjetër. Ka studiuar pafund këtu në Shqipëri. Për çfarë dim gjë për inxhinier, për juridik, për ai ka punuar në spitalin psikiatrik në Tiranë. Mos ja fut kot. Po. Si është mjek? Kjo është interesante shumë. Mjek? Kam përshtypjen ndihmës mjek ose specialist sepse ka punuar në rehabilitimin, në procesin e rehabilitimit të smurëve. Ja, kjo është interesante pra. Kjo është interesante. Një njeri që është marrë me pjesën e shëndetit, tani ka kaluar dhe merret me pjesën shpirtërore. Joani ka punuar te Spitali 5? Po, te Spitali Psikiatrik. Pyeta. Tek rehabilitimi. Me vite të tëra? Deri në vitin 90. Deri në vitin 90. Tani, nga viti 93 deri në 98, Joani mbaroi, deri në 97 mbaroi gjithë ciklin e arsimimit në Boston, në Universitetin Teologjik Boston. Me ikë prapë kjo pjesë do të rrihet te 5 apo nëse se mbase skemi. Jo, është interesante që për publikun, po them që edhe ta njohin. Po publiku do të njohë vetë pjesën e Joanit tjetër pra, para se të bëj fetar. Po pra, kaq shumë interesante. Kaq ishte pjesa. Një njeri i vlerësuar, të gjithë ato njerëzit që ka njohur ato. Je di që ky emision është i vetmi emision që i kërkon ndihmë publikut. Po. Interaktiv. Publik i dashur, ti që ke celularin në dorë, shkruaj te 068 20 028 68. Çfarë di për jetën e Joanit, kryepeshkopit të ri, të kishës autoqefale ortodokse autoqefale shqiptare? Çfarë ka bërë Joani deri në vitet 90? Pra ku ka punuar? Gjenishi thotë ka punuar te Stari 5, Stari psikiatrik. Çfarë ka qenë atje? Ka qenë mjek, neurolog, terapist. Pra, domethënë studime ka mbaruar që të punosh atje. Mjekësi. Ka mbaruar mjekësinë. Po. Bukur. Nëse dini detaje, më shkruani te ky numër qytetar 068 20 02 868. Ky është emisioni që dua. Po gjeni. Po thoya që gjithë shkollimi i tjerë teologjik është bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, madje mund të them nga viti 99 vjeç, ë? 95, 96, emri i kryepeshkopit shqiptar Joan është në listën e studentëve më të mirë të Shtetet Bashkuara të Amerikës në gjithë universitetet. Domthonë është njëri i apasionuar shumë pas dijes. Në vitin 98 bëhet peshkop dhe mitropolit i Korçës. Ndërkohë që
njihet si një erudit disa gjuhë dhe gjuhë të vjetra. Për Shish më thonë njerëzit se shish më thonë njerëzit që ka fiks 69. Është shprehje pra. Je 69, më thënë që je i aftë, je i zoti. Ka që është 69 vjeç, është fiks 69. Kryebashkopi Joan. Mirë. Kryebashkop që s'na shikon. Më leo të them edhe dy tre gjëra interesante besoj Çani. E para është një personalitet akademik. Ka thuar për kryebashkopin 69 në emision do të jetë herezi e papargjit. Është ja fal vetes. Është personalitet teologjik, është personalitet akademik. I njohur në të gjithë botën me studimet dhe botimet e tij në të gjithë botën, po të përmend dy raste shumë veçante në aspektin teologjik. Është një nga hartuesit e dokumentit kryesor të sinodit shenjtë që u bë në vitin 2016 në Kret, ku mori pjesë gjithë bota ortodokse për herë të parë. Mbas 1000 vjetësh u bë një sinod, dhe ky ka qenë nga hartuesit e dokumentit. Ka qenë te grupi punës që ka përcaktuar gjithashtu, ka hartuar dokumentin e bashkëpunimit të Këshillit Botëror të kishave, ku bën pjesë kishat ortodokse dhe kishat protestante me kishën romane dhe katolike. Është qytetar nderi i Korçës, është honoris causa i universiteteve, është njëri që ftohet për leksione në universitete jashtë Shqipërisë, domethënë. Njëri që merr pjesë në konferenca, me fjalë unë mund të flas pafund, ose për shembull në vitin 2000 ka krijuar revistën shkencore Tempull në Korçë, revistë shkencore Çani, ku botohen studime nga akademike që përfshin të gjitha humanitetet. Do me thënë, Joani është një personalitet jashtëzakonshëm, është një njeri, unë e njoh personalisht, kam patur fatin, është njeri shumë i përgatitur, shumë i lexuar. Sa gjuhë huaja flet? Shumë gjuhë huaja. Do me thënë, ai unë lexova në faqen e kishës që kishte nxjerr 4-5 gjuhë, por në bisedat tona ngushta, është njëri që merret me sanskritishtën, merret me hebraishten e vjetër, madje edhe me arabishten. Është njëri shumë i dhënë, po patjetër. Po sepse është gjuhë kanonike greqishta, është gjuhë e teksteve të shenjta, nuk bën dot, është një lloj si thuash, a mund bëhesh teolog po s'di arabisht, po sigurisht se burimet origjinale janë andej, domethënë, sigurisht. Të kujtojmë se Bibla është shkruar? Bibla është Djata vjetër, djata re, domethënë po flasim për 4 ungjit. Ungjit, sepse kjo është djata vjetër. Ungjit është shkruar në greqisht. Po, vazhdo gjithisht. Greqishtja vjetër, Çani, greqishtja vjetër. Pra po thoja këtë, domethënë që ne është fat për realitetin shqiptar, për kishën ortodokse që ka një kryepeshkop të tillë, sigurisht që ne kemi bërë debate pafund, edhe ke historia a është greke apo s'është greke, siç bëjnë ty njerëzit në për këto diskutime. Ja ku është kryepeshkopi i ri shqiptar, njeriu i cili gjatë gjithë kohës që nga 98 deri tani ka bërë mesh çdo 28 nëntor dhe nuk ka pasur kur konflikt me anullatusin, dhe është koha që edhe të rikujtojmë kryepeshkopin, cili nda nga jeta para disa kohësh, një personalitet jashtëzakonshëm. Sigurisht. Ky është peshkopi janë është nga shkolla Fanoli, nëse ke parasysh shkollimin e tij, po sigurisht dhe nga nxënësit e anullatës, që nga viti 92 e ka takuar për herë të parë kryepeshkopin, dhe kryepeshkopi i anullatës e ftoi Joanin këtu, ka drejtuar Akademinë Teologjike në Shqipëri Joani, ka qenë dekan i saj. Domthonë është një personalitet i arrir në mënyrë absolute. Dhe për ta bërë bisedën më të thjeshtë dhe më njerëzore, edhe pse jemi tek mitet, dakord? To janë mite? Jo për Joanin, jo. Te mitet kuptimit e misteri që krijon besimi, feja, gjitha këto në këtë kuptim të thash, pra jo tek materialja. Qartë, të shpirtërorja, Le ta bëjmë, ta ulim herë pas here me këmbë tokë. Nesër bëhet fronsimi i kryepeshkopit të ri. Nesër. Para se më thuar fronsimin, njerëzit që e kanë njohur Joanin para viteve 90, më thonë, Çani, kryepeshkopi Joan, thot, para viteve 90, ka qenë infermier, është me shkollë të mesme, terapist, mjekësis. Po mirë, pra rregull. Po pra, po. Jo mjek, pra. Jo mjek, ka studiuar tash në mjek. Gjimnazin e ka bërë te Partizani, për gjitha që duan të dinë më shumë, ka qenë mysliman, emri i tij vërtet është Fatmir, shoqëria e ferisë e shkurt Baçi. Po, është vërtet. Është vërtet? Baçi. Por shpinë më thonë, shpinë e ka te shkolla kuqe. Nuk di ta them tani, po është
Tipi që ma dërgosh njëri aty afër është, jo fiks te shkolla kuqe apo të afër. Shkolla kuqe, nuk them shkollës. Por harroj diçka, domethënë që konvertimi i Joanit është diçka e veçantë, sepse Joani ka lindur në kohën e ateizmit në Shqipëri. Nuk ka lindur në kohën, më dëgjoj pak. Do në fundin e religionit, se 56-ën pothuajse kishte marrë fund feja, kishte ngel vetëm shkatërinë përfundimtar. Dhe ai është konvertuar gjatë kohës që nuk kishte religion në Shqipëri. Ishte, si thuash, përpjekja e tij për t'i dhënë disa përgjigje vetes tij dhe përpjekja e tij për të gjetur Zotin, mënyrën për të gjetur Zotin në kohë që vendi Shqipëria trajtohej si i vetmi vend pa Zot në botë. Kjo ishte çmenduria e kohës. Ai e kishte këtë dhe para vitit 90 apo jo? Po thashë është qenë mysliman me emrin Fatmir. Është konvertuar, është pagzuar gjatë kohës komunizmit thash. Po kush e ka pagzuar? Të thash Qirio, peshkopi që më vonë u bë peshkopi i Apollonis, Kozma Qirio. Ka pas mjemin Qirio? Po, ishte prift. Kozma Qirio, dhe këto krijuan atë që thash, kishën e nëndeshme, të padukshme. Bonin fen kohën që, po isha rrezikshme se atëherë mund të shkojë në burg dhe mbaroj. Disident. Bravo, e gjete fjalën e duhur. Ishin disident. Joani ka qenë nga të paktën terapist, thot, që ka kundërshtuar në ato vite kurimin e pacientëve me kokainë, thot, lexoja të lutem. Po. Tek pesa, tek sali 5. Po. Çfarë mëson nga njerëzit? Po këta duhet të jenë njerëz shumë të mençur, po dhe që mund të kenë edhe eksperienca e tyre. Eksperienca e tyre, pra, po. Një tjetër që thot, po, në rregull. Jo, këtë nuk po e lexoj këtë, se nuk do përmend shumë emra njerëzish që, jo, ka një limit. Fatmir, e ka pas Fatmir, ka qenë kujdestar Stari Pesot dhe ka qenë mysliman. Më pas është bërë ortodoks dhe quhej Fatmir Pelushi. Po tani si e kanë bërë? Pelushi e kanë bërë. Pelushi e kanë mbajtur. Duhet kenë një lidhje qaku me Pelush që i njohin nëpërmjet Hollywoodit. Jim Pelushin dhe John Pelushin kanë me sa diun janë kushuri. Tani gjinisht më vjen një mesazh, dhe më thotë Shqipëria, sipas meja është më e rëndë, sipas meja thotë është më e rëndë që në Shqipëri thotë, shqiptarët bëjnë tregti, bashkëpunojnë me Ish Otoman, turqit thotë. Ata dhe ato që deshën të na shuajnë. Se sa një dark mysliman është e shtruar, thot, ngrënë një kishë apo katedrale si rastin e fjalë, thot. Zoti nuk pyet si quhet vendi, rëndësi ka që sillemi mirë, mbarësi dhe Zoti ju pranoft. Mos më meni për këtë, thot, po si dikush që kam fen time personale, e kam konkurrent kryepeshkopin që po flisni. Nuk e njoh, po guxoj të them se nga shkrimi më duket si një nga ata klerikët që i falin mëkatet kundrejt pagesës. Tjetër ky. Nëse rrej, thot, më katoj, vdeksha. Të Zotit jemi të gjithë. Joano, mos u mërzit me mua, flasi mesazheri Perëndis unë. Kaloja të lutem. Ky kalohet apo jo? Kaloja të lutem. Këta janë nga këta që i lëshojnë fjallë, pastaj thonë, nëse gabojmë vdeksh. Jo, momenti që janë mesazheri i Perëndis mbyllet tash jetë besimi. Tani dëgjoj, duhet kujdes, do vdesësh vërtet, mos shpif kot për njerëzit nëse nuk e fakte. Dakor? Mos shpif nga këta. Është mesazheri, mos u merr me atë. Se unë vërtet jam tolerant dhe ja u lexoj mesazhet. Po ndërkohë kujdes se nëse besonit ai lart, do ju vinë një rufe. Po vjen pranvera, Po vjen dhe pranvera tani, thot Ledjo dhe ka dresa, tani ndrohet gjaku. Tani ka lëvizje hormonale njerëzit. Tani ka një shkarje ledhi të paparë, në këtë moment. Shkarje ledhi. Ka shkarje ledhi të paparë tani, po. Fatmir Abedin Pelushi, thot dhe nuni i tij, po. Dy emigruan, po dakor. Pse ka ikur dhe ky në vitet 90 në Amerikë, Po. Gjinish. I thash, po kjo nuk është tu, thot. Ua. Tani, unë nuk jam i autorizuar... se sigur ta dia. Qani, unë nuk jam i autorizuar të flas me emra, po gjatë kohës që... Të vi Sebi në studio, Sebastiani, po. Gjatë kohës që... Sebastian, hajde ulu. Kryepeshkopi ka shërbyer në fushën e mjekësisë, ka pasur personalitete shumë të larta që janë trajtuar nga ai, po nuk i bëj dot. Si, Ledjo, jo, Sebi ka... Ka ardhi i ftuari tjetër ndërkohë. Ku është? Është këtu pranë, në regji. Është regji? Po. Pyetëm, po nise pra sille urgjent. Ka ardhe Risa? Po. Dhe ka ardhe regjia? Po. Se ndërkohë Eno po e kërkonte MSN-ja. Po pret që të vijë në emision. Urgjent, vajte ora 10. Po thonë Çani që kryepeshkopi Joan ka qenë një terapist jashtëzakonshëm dhe në duart e tij, si thua, kanë kaluar dhe janë trajtuar njerëz që sot janë njohur në politikë dhe në hapësirën publike, po sigurisht që ne do ta lejmë në konfidencë të historisë. Sigurisht. Gjinish i paparë, sa o kënaqja sot me ty Gjinish. Ne kishim një fabur tjetër për të bërë, po nuk e di, s'kemi kohë.
Ja, të vinje, nuk e di pse s'po vjen Sebastiani, vlla. Po hajde mor Sebastian, shkem mor vlla me të tjerët. Ti je si i shtëpis mor burr. Vetëm mos dil para kamerës, hop dole. Kam thënë kalo gjithmonë kështu, mbrapa kurizit të këtyre. Jo, mula atje ta lë me Erisin këtu se është gocë. E le dio një sekond tani. Ndërkohë që Erisa nuk kuptohet pse po vonohet, ja të bide Erisa. Kjo do të thotë që duhet të flasim më tepër për këtë pjesë që ishim mbledhur. Që? Për këtë pjesë që nisëm duhet të flisim çik më shumë. Erisa, kalo andej dhe hajde këtë të tregojmë se ku është. Sebastiani në njihni s'ka nevojë prezantim. Se ka vënë mikrofoni akoma. Erisa, po ç'bëj aty te regjia, Erisa? Thash në vjet do vish brenda. Erisa është gazetarja e njohur për gjithë Erisa Zykaj që jeton në Bruksel. Ka ardhur sonte do flasim pak për Bashkimin Evropian, për këtë pasaportën që ju premton kryeministri. Që do e mirë brenda 2030 si lëvizjen e lirshëm. 27-ës thot. Jo, e uli 27-ës ta. Jo, pra jo gjinisht tani. Ja ta korrekt. Ja ta tani gjinisht. Ja ta thot Sebi tani. Ja do ta themi tani, po do bëjmë një pauzë në fillim, tani është orari. Ka thënë deri në 2027, thot ai, ne do integrohemi thot. Pas mbyllim kapitull. Po mbyllim kapitull. Pastaj do të fillojë procesi i parlamenteve të amiratojnë. Dhe në 2030 thot ai ju do keni pasaportë jalla. Jo, pa nuk thot jalla, ai thot është i sigurt. Prandaj thot më jepni këtë vot 27 parlamente. Po 27. Prandaj thot më jepni këtë vot tani, thot se nuk është thjesht vot për mandat e 4, thot. Është një vot thot që është shumë e madhe, thot. Erdhi Erisa. Erisa hajde zëra. Erisa Zykaj, kënaqësi. Erisa Zykaj është një zotrinj e cila është gazetariu e njëjtit i gjithë, të cilën unë sot nuk di sa prezantoj. Korrespondente Erisa Zykaj nga Brukseli për televizionin. Tani e free. Gazetare dhe studiuse tani. Tani e free. Tani janë free. Tani e për të gjithë dhe për asnjë. Erisa, mirje? Shumë. Ky është prezantimi i do të bëja për ty sot. Pra, mund të themi, je gazetare e lirë, studiuse, jeton në Bruksel dhe vazhdon mbulon si përpara Parlamentin Evropian.